performanca të ndryshme, emocione të forta dhe të ftuar special si balerini i emisionit Aniçi Jose kanë shtuar magjinë e spektaklit Dancing with the Stars, i cili çdo ditë më tepër bëhet më i dashur për publikun shqiptar. Produksioni i Holta Dulakut, që shfaqet drejt për drejt në Trim Digital dhe Vision Plus, këtë javë ka drejtuar të gjithë, që nga prezantuesit e deri tek VIP-at që garojnë, të cilët tashmë nuk e kanë sigurinë e të qenurit larg eliminimit. Tashmë gjithçka mund të ndodhë. Kështu pam të përballeshin në Dance Off Shpat Kasapi dhe Isida me Olta Gixharin dhe Zhanerin, ndërkohë që juria vendos se garën duhet ta vazhdojë Shpati. Një dalje befasuese nga gara për Oltën, e cila e ka marrë me sportivitet. Jam e qetë, nuk e di pse, po jam e qetë, nuk është se, po nuk naqa shumë, zjata goxha javë, për mua ishte goxha e rëndësishme që zjata kaq, po tani po është vap, afrohet e vera, dua pushime, kështu që jam shumë e lumtur Do me thënë jam e qetë që mori fund dhe me kaq. Fjalët e Juris janë fjalët e Juris dhe unë i dëgjoj dhe i vlerësoj, por të dyja performancat e mia sot kanë qenë të mira, shumë të mira. Për këtë jam e bindur. Po çon si ka, kjo ndodhi. Mund ta bëj një parashikim, sot që i ka vet nuk mund të parashikoj dot më asgjë. Po kështu edhe balerini kubanez i Holtës Zhaner nuk ka fjalë. Sipas tij, publiku i Shqipërisë dhe Kosovës e ka parë se sa e mirë ka qenë Olta. Më vjen keq për të, thot ai, sepse nuk e meritonte të largohej sot. Nuk di ç'të them, të paktën jam i lumtur që Olta tashmë mësoi të kërcejë në perfeksion. Ndërkaq, sipas balerinit italian që kërcen me Agnesa Vutaj Simone, eliminimi i Olta Gixharit ndoshta ka ndodhur për faktin se ajo është paraqitur në nivel të lartë, që në fillim dhe trajektoria ka ecur në vit të drejtë, ndërsa VIP-at e tjerë janë nisur nga pika zero dhe janë ngjitur lart e më lart çdo natë. Isida, balerina e Shpat Kasapit, tregon se emocionet tashmë është vështirë të përballohen për çdo pjesëmarrës, qofshin balerin profesionist apo VIP-a të mësuar me skenën dhe ekranin. Me thënë drejtën edhe po edhe jo, tani jo sërë surprizë, po është bërë pak e vështirë, sepse gjithë shiftet janë mirë, edhe ne jemi kështu në dilemë, nuk dim do me thënë se kush mund të shkojnë në Dance Off. Ishim të dy shumë të emocionuar, nuk di çatem, kishim shumë emocione, edhe frikë njëkohësisht. Tashmë në garë kanë mbetur Enver Petrovci, Çileta Xhilaga, Big Basta, Agnesa Vutaj dhe Shpat Kasapi. Asgjë nuk është e sigurt si më parë, dhe çdo kush prej tyre mund të largohet papritur, nëse nuk performon mirë në natën e ardhshme, ose nëse i mungon mbështetja e publikut. Ndërkaq, të gjithë VIP-at e mbetur në garë të paktën pretendojnë finalen me çdo kusht, por vetëm 3 prej tyre do ta arrijnë. Për mua, je shok i mirë dhe kraj, por mi dhe